بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum, mirë se erdhët në ligjëratën e 48 të sirës. Jemi ende te lufta e Uhudit, pjesa e 5. Herën e kaluar pra shpjeguam domethënë kur u kuptua domethënë pasi që përfundoi lufta se kush ishin të vrarët, pastaj shpjeguam për rënien shahid të Hamzës dhe për atë se si e kishin masakruar armiku. Si dhe përfunduam me atë dialogën në fund mes Ebu Sufjanit dhe muslimanëve, domethënë që ai lavdrohet me idhuj, lavdrohet se e ka domethënë është hakmar sepse të vdekurit e Bedrit, të vdekurit tanë të Bedrit, tani për të vdekurit tuaj të Uhudit, dhe thamë se Omeri ju përgjigj se nuk jemi të barabartë sepse të vdekurit tanë shkojnë në xhennet, ndërsa të vdekurit e juaj në xhehenem. Po vazhdojmë tani me atë se çfarë ndodhi domethënë pasi që përfundoi e tërë lufta dhe herën e kaluar domethënë kryesisht kemi shpjeguar edhe për plagosjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa ende domethënë duke qenë në vendin e ngjarjes, pa i mbledhur kufomat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e sheh nga larg se po vjen një grua dhe ju bën domethënë me dorë sahabëve që është një grua edhe pse nuk e sheh që është Safia, që është halla e tij, por nga ajo se ka frikë që të sheh kufomat dhe të tmerrohet një grua, gratë janë zakonisht më të ndihshme në këtë çështje. Ndërsa djali i Safijes, Zubejri, e kupton që është nëna e tij, domethënë duke u afruar për ta ndaluar, e kupton dhe i thot oj nën, dhe ajo domethënë e kupton menjëherë që po don me ndalu dhe thot mo hiq sepse s'kam punë me ty. Në atë kuptimin se tani mos më pengo se jam duke shku atje ku jam nisur. Ajo ishte nisur domethënë me dy qefina, me dy copsa të qefinit, ishte nisur që të shkoj te vëllau i saj te Hamza, cilën e kishte domethënë vëlla edhe prej nënës edhe prej babait. Pra ishin të vetmit ta dy që ishin prej domethënë prej të njëjtës nën, Safia dhe Hamza, ndërsa të tjerët ishin domethënë gjagjallarët e tjerë të pejgamberit alayhis salam ishin pra prej të njëjtit baba, por ishin prej nënave të ndryshme, ndërsa Safia dhe Hamza ishin vëllezër, vëlla dhe motër edhe nga nëna dhe nga babai. Dhe kur i thot kështu Safia, domethënë që mu largo sepse du të shkoj atje ku jam nisur, atëherë Zubejri i thot oj nën, po pejgamberi alayhis salam kështu ka urdhëruar. Domethënë që të ndalohet, edhe në momentin që i thot kështu Safia ndalet dhe ja jep to dy qefina, dy pjesët atë qefinit Zubejrit dhe thot këtu janë për Hamza, për ta mbështjellë domethënë atë. Dhe Zubejri shkon që ta mbështjell domethënë dajen e tij Hamzën, mirë po kur afrohet aty e sheh se afër është një shahid tjetër prej ensarve, i cili nuk kishte, domethënë në atë moment nuk kishte qefin fare. Domethënë ishte koha kur po i mbledhnin kufomat dhe po i shtellnin me qefin në mënyrë që t'i varrosin dhe e pa se ky ensari nuk kishte qefin. Dhe kështu që ai thot merrni turp
që do të thënë Hamza të ketë dy qefin, zakonisht ashtu shkoni nga dy nëse dëshironi me mbulu mirë tër trupin, ndërsa ky Ensari asnjë. Kështu që do të thënë ja dha atë qefinin Ensarit dhe do të thënë u nda në këtë mënyrë që të gjithë muslimanët të besin të mbështjellur me qefin e mos të varrosen pa qefin. Dhe kjo është domethënë një prej principeve që po i shohim vazhdimisht në sira, është që e mira e përgjithshme apo mirëqenia publike është më e rëndësishme se sa mirëqenia personale. Do të thënë interesi publik është mbi interesin personal. Edhe pse në këtë rast, pra këta që ishin dedikuar për Hamzën, i kishte sjell vet motra e tij. Do të thënë ishte drejt absolute që kujt ju kanë dedikuar atij të shkojnë. Mirë po, do të thënë e ndau Zuberi me këtë Ensarin në mënyrë që të gjithë të përmbushën nevojat e të gjithëve të cilët ishin aty të rënë. Pra, kjo quhet maslaha amah, do të thënë e mira e përgjithshme është mbi të mirën personale. Do të thënë vazhdimisht gjatë sirës po e shohim këtë gjë dhe po e ritheksojmë, sepse shumë shpesh nuk do të thënë besimtarët nuk janë të vetëdijshëm se duhet të shikohet e mira për ty mbi të mirën personale. Në vazhdim, domethënë herën e kaluar treguam një ajet kuranor se i zbriti pejgamberit alayhis salam kur pejgamberi alayhis salam e pa Hamzën dhe u betu se do t'ja kthej në disa veta, domethënë më shumë për një trup të Hamzës do t'i gjymton 30 trupa të jo besimtarve, atëherë i zbriti ajeti kuranor ku Allah e përmirësoi pejgamberin alayhis salam. Sepse ai ishte moment, domethënë i mërzisë së madhe të pejgamberit alayhis salam për atë se çfarë kishte parë në trupin e Hamzës. Dhe ky ajet është dhe nëse ndeshkoni një armik po besimtar, ndeshkoni me atë që ju është dëmtuar. Por nëse jeni të duruar, kjo është më mirë për ata që janë të duruar. Dhe mjafton ky përfundim i ajetit kuranor, kjo është më mirë për ata që domethënë durojnë dhe pejgamberi alayhis salam me këtë domethënë e ndaloi dhe asnjëherë gjatë domethënë nuk lejuhet që muslimanët pa marrë parasysh se çfarë i bën armiku me trupat e tyre që i masakron, pra muslimanët nuk i masakrojnë trupat e armikut, sepse ju ka zbrit ky ajet kuranor. Dhe me këtë domethënë është ndalu një proces i tillë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi dal ngadalë që t'i varros shahidët dhe në mesin e shahidëve, pra të gjithë ishin shkollës së lartë, ishin shahid. Mirë po ju dha përparësi atyre të cilët ishin memorizues të Kur'anit. Duke thënë le të varrosen të parët ata që dinë më shumë Kur'an. Ky është domethënë ai nderi i të mësuarit të Kur'anit. Domethënë shikoni bekimet e memorizimit e të mësuarit përmendsh Kur'anit. Të gjallë dhe të vdekur janë të nderuar dhe janë më të nderuar se sa të tjerë. Personi i cili mëson Kur'anin jo vetëm që botën tjetër Allahu do ta shpërblet shumë, por edhe në këtë botë Allahu e ngrit edhe gjatë vdekjes, pra është më i ngritur se sa tjerë. Siç ka thënë pejgamberi alayhis salam në një hadith, vërtet me këtë libër Allahu do t'i ringjall njerëzit përmes tij dhe Allahu do t'i poshtrojë të tjerët përmes tij. Do të thënë, ky është libër i cili disa njerëz i ngrit, e sa disa njerëz
Atita s'po një dëgjohet kur gjoa. Jo, nuk po ndëgjohet kur gjoa. Apo dëgjojmë tani motra? Po mësuese. Po një hallas se për një herë u ndal laptopi. Mirë, dhe më thënë, ishim duke e sfiguar atë se si, dhe më thënë, memorizuesit e Kuranit kishin përparësi edhe në barim sepse ashtu, dhe më thënë, Allahu i ka lartësuar ata dhe edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, edhe gjatë varimit, edhe çdo herë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tu në Uhud kur po i varoste të gjithë domethënë shahidët e rënë, ju thot para gjithë besimtarëve, domethënë trupave të shahidëve, unë do të dëshmoj për juve në ditën e gjykimit. Unë do të dëshmoj, domethënë se ju keni ardhur dhe keni luftuar për hir të Allahut, që është një mënyrë e garancisë se ata do të jenë prej xhenetlive derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë e merr çështjen e dëshmisë për ta. Gjithashtu në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që era e plaga e tyre në ditën e gjykimit do të jetë me erë të misku. Domethënë do t'ja mëson Allahu ashtu që t'i vi era misk plagës së tyre, sepse shahidët pra kanë një pozitë shumë të veçantë tek edhe kur të vdesin, pra edhe në ringjallje, edhe ato që do të jenë domethënë vazhdimisht në të gjallë tek Allahu, pra gjitha këto janë disa statuse që i gëzojnë shahidët. I vetmi i cili është i zënë rob në këtë luftë, pra në luftën e Bedrit kemi thënë se kanë qenë shumë të zënë rob, domethënë 70 robër, ndërsa në luftën e Uhudit nuk ka pas në asnjërin anë, domethënë në anën e pra muslimanëve, pra musliman nuk kurejshët nuk kanë mund ta zëjnë rob ndonjë musliman, gjithashtu dhe muslimanët nuk kanë mund ta zëjnë rob, domethënë sepse lufta përfundoi ashtu me gjithë ato çrregullimet, përveç njërit.
domethënë i vetmi i cili një person që ka qenë i zënë rob në këtë luftë ka qenë Ebu Uza. Çka është puna e këtij? Domethënë Ebu Uza është interesant se ka marrë pjesë në luftën e Bedrit. Dhe në luftën e Bedrit i lutët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta fal, sepse thot nuk kam djalë dhe me që i kam vajzat, domethënë nuk ka kush të kujdeset për to, prandaj më liro prej robërisë, domethënë ka qenë i zënë rob. Dhe pejgamberi alayhis salam e liron, por i thot domethënë me një kusht që mos vish të na luftosh më. Dhe ky i premton se s'do të vi edhe do të jetë domethënë asnjëherë mos ka marrë me luftu kundër muslimanëve. Mirë po subhanallah në këtë luftë shkojnë Ebu Sufjani edhe disa të tjerë domethënë edhe sepse kishin nevojë shumë që sa më shumë njerëz të ishin në këtë luftë. Pra kemi shpjeguar në ligjëratën e parë se si me çfarë entuziazmi janë ardhur, sa shpejt janë ardhur deri në Medinë, domethënë sa dëshirë kanë pas për mi shkatru muslimanët. Dhe Ebu Uzën e bindin që të vijë dhe i thonë se eja se ti nëse vjen, nëse na kemi mujt ata gjithsesi, e kur të fitojmë, kemi fitu shumë prej plashkës së luftës edhe ti. Po, nëse rastisht ndodh që ti me vdek në këtë luftë, atëherë ne të premtojmë se kemi mu kujdes për vajzat e tua. Dhe për këtë arsye e Uza vjen. Prandaj edhe pse zinet rob, domethënë është për shkak të tradhtisë, ekzekutohet në fushë betejë, pra nuk mirët në Medinë si rob i luftës, sepse pra tradhtia është prej gjërave më të këqija dhe në Islam thyrja një premtimi apo tradhtia nuk lejohet, domethënë fenë tonë. Dhe kur nuk mund ta bëjmë, edhe nëse dikush na tradhton neve, nuk e kemi të lejushme që ne t'ja kthejmë tradhtinë me tradhtinë. Mund të hakmiresh për gjëra të tjera, me të njëjtën mos, pra qysh e lexuam edhe ajetin tjetër, mirë po jo me tradhtu. Domethënë subhanallah, aq e keqe është tradhtia, sa që shikoni dënimin dhe përfundimin e Ebu Uzës. Në mesin e 3000 luftëtarëve të Kurejshve, vetëm Ebu Uza zinet rob. Pra për shkak të kësaj vepre që ka tradhtu pejgamberi alayhis salam, pra i ka premtu që s'ka më ardhur me luftu dhe megjithatë ka pëlqyer që më ardh edhe lakmia për të fituar domethënë prej presë luftës. Kur pejgamberi alayhis salam u kthy në Medinë, domethënë pasi që i varrosi shahidët, kthehet në Medinë dhe në pritje i sheh domethënë se kanë dalur dhe po vajtojnë gratë. Në këtë kohë, pra ende nuk ishte ndaluar vajtimi. Dhe ato domethënë gratë vërtisnin me gjithë shpirt, thonin ato frazat e veçanta, mirat na, çfarë na ka gjetë, si do të jetojmë e tjera, si do të jetojmë na pa këta e tjera, dhe pejgamberi alayhis salam se që erdhi domethënë në atë moment me thënë për Hamzën nuk ka kur të qartë. Domethënë sepse Hamza nuk e kishte këtu dikën që të çaj për të domethënë prej grave. Dhe gratë e ensarve kishin dëgju që ka thënë kështu pejgamberi alayhis salam dhe u mblodhen afër shtëpisë së pejgamberit alayhis salam dhe filluan me vajtu Hamzën. Mirë po pejgamberi alayhis salam doli domethënë falenderua atyre që janë mundu me bën një gjë të mirë po ju tregoj se në fenë tonë nuk lejohet vajtimi. Dhe që nga koha e pas luftës së Uhudit, domethënë ka ardhur në fuqi kjo që mos vajtohet, sepse ka qenë një shprehi e grave të në xahiljet që kanë vajtuar shumë. Prandaj edhe sot e kësaj dite duhet ta kemi parasysh këtë gjë. Fatkeqësisht disa ende e përdorin këtë shprehi të xahiljet. Dhe prej luftës së Uhudit,
pejgamberi alayhis salam i ka treguar që është e ndaluar në fenë tonë dhe nuk ka ndodhur domethënë më që të vajtohen të vdekurit në atë mënyrë se e kanë pasur traditën e xahiliet. Pra, nëse të vdes dikush i afërt, është e lejushme me qajt, mu mërzit, mja përmend ndoshta gjërat e mira, por jo në atë formën e vajtimit, e dim edhe na vetë se e kemi pa në rrethin tonë se si qajnë duke kukatur e duke thënë çfarë na ka gjetë neve, duke mos e pranu kaderin e Allahut, duke e rrah veten, duke i shky rroba, duke i shkul flokët, e tjera, domethënë këto janë gjëra që i takojnë kohës së gjahiljetit, kohës së ignorancës para Islamit. Islami ka ardhur dhe ka ndalu këtë shprehi të vajtimit. Domethënë pejgamberi alayhis salam aq e donte Hamzën, domethënë xhaxhain e vet, saqë po në këtë ditë, domethënë kur u kthyen prej Medinës, vjen një prej ensarëve dhe i thotë: "O dërguari i Allahut, ka lind një fëmijë, një djalë në Medinë, si t'ja vëjmë emrin?" Dhe i thotë: "Vëjani atë emrin, domethënë Hamza. Emrin më të dashur për mua e që është Hamza." Pra nga kjo e shohim dhimbjen që po e përjetonte në këto momente pejgamberi alayhis salam. Edhe pse është domethënë hadithi që emrat më të dashur tek Allahu janë Abdullah dhe Abdurrahman. Domethënë është një hadith për këtë gjë. Mirë po shi se në këtë moment i ka thënë emri më i dashur për mua është Hamza për shkak të dhimbjes që po kalonte. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi dhe disa familjeve të shahidëve ju kumtoi vet lajmin për shkak se dëshironte t'i nderonte. Dhe një prej atyre familjeve që shkoi t'ju kumtoi lajmin ishte familja e Musabit, Musab ibn Umeri, që thanë që ishte i pari që ka bë hijret, që ka dërgu pejgamberi alayhis salam në Medinë për të mësu këtyre banorëve të Medinës, domethënë Islamin, dhe e tregum në pjesën e parë kur thamë se ra shahid duke mbajtur flamurin. Pra Musab ibn Umeri ishte një i ri, pra që vdisi ra shahid në luftën e Uhudit, dhe pejgamberi alayhis salam dëshiroi të shkojë, domethënë t'ia kumtoj këtë lajm familjes së tij. Dhe kur shkoi, domethënë Hamana bintu Jahsh ishte gruaja e tij dhe i thot një fjalë ihtisibu që ka kuptimin prit shpërblimin tek Allahu, po e ka kuptimin edhe se tani po me ta kumtu një lajm që nuk është i mirë. Dhe kur i thot kështu, ajo thot çfarë, kush? Edhe i thot pejgamberi alayhis salam vllai yt, sepse dhe vllai i saj ka thënë, ka luftë. Dhe ajo thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu e pranoft shahadetin e tij, Allahu e falt atë, domethënë bën dua për të. Pikëllohet për të, po domethënë bën sabër. Pastaj pejgamberi alayhis salam prap i thot ihtisibu. Ajo i thot kush? I thot Musab ibn Umar. Dhe me këtë ajo lëshon një ulurim të fortë dhe fillon të vajtonte shumë më tepër, domethënë sepse se kur i tregoi për vllahun. Dhe pejgamberi alayhis salam këtë gjë komentoi duke thënë vërtet, burri ka një status të veçantë në sytë e gruas. Subhanallahu, shumë e vërtetë se padyshim edhe pse një grua rritet familjen e saj, ka domethënë e don shumë babain e vllahun e tret, mirë po Allahu bën që të ketë një lidhje të veçantë me burrin e saj. Gjithashtu kemi edhe një histori të njohur të një gruas, domethënë prej grave besimtare, që është anonime, domethënë nuk është përmendur emri i saj, po kur i tregon pejgamberi alayhis salam, i tregon fillimisht se ka vdekur babai. Dhe kjo pyet si është pejgamberi
dhe më thënë, a është gjallë pejgamberi. Dhe ata i thojnë po, ai është mirë. Dhe më thënë, të tjerët faktikisht i tregojnë këtë gjë. Pastaj i tregojnë, thonë, të ka vdek vllau, dhe ajo thotë, a është gjallë pejgamberi alayhis salam, po. Dhe pastaj i thonë, të ka vdekur burri, dhe ajo prapë thotë, si është pejgamberi alayhis salam, derisa ta shoh pejgamberin, nuk do të, domethënë nuk do të jem e qetë. Dhe ajo ishte midis turmës duke pritur që pejgamberi alayhis salam të kthehej dhe të shfaqej. Dhe në fund, kur e pa me sytë e saj se është vërtet pejgamberi alayhis salam shëndosh e mirë, ajo e shqiptoi atë frazën e famshme, domethënë që përmendet çdo herë në domethënë si shembull se si duhet të jetë sabri dhe si duhet të jetë dashuria për pejgamberin alayhis salam, dhe thotë çdo musibet, çdo fatkeqësi është më e përballueshme apo më e lehtë për ta pranuar, do të thënë përderisa pejgamberi i Zotit është gjallë. Do të thënë fatkeqësi tjera, qoftë vllau, qoftë babai, qoftë burri me të vdek, është më lehtë mi duru se sa sikur të ma kishin dhënë lajmin se ka vdek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendosi pasi që u kthy në Medinë dhe do të thënë u takuan me njerëzit, vendosi që të riorganizohen dhe të shkojnë deri në një vend, do të thënë që quhet Hamra el Asad, në mënyrë që të shohin se të sigurohen që mushrikët nuk do të kthehen. Pra shikoni këtë strategji pejgamberit alayhis salam. Dëshiron mu siguru mirë që ata s'do të vinë, s'do të organizohen që të vinë dhe t'i sulmojnë prapë. Dhe me të vërtet, kjo nuk ishte, domethënë diçka e tepruar rana e pejgamberit alayhis salam, sepse ishte shumë e nevojshme. Sepse Kurejshët, kur e kuptuan që në fund të betejës që pejgamberi alayhis salam ishte gjallë, filluan me thënë, e ç'a kemi bën ne? Qysh ne mu kthy në Mekë pa arrit asgjë? Duhet kthehemi dhe ta vrasim Muhamedit alayhis salam. Mirë po, domethënë gjatë kësaj kohe kishin si dilema, dikush thoshte kështu e dikush thoshte ashtu. Prandaj edhe pikërisht në këtë kohë pejgamberi alayhis salam riorganizohet dhe ju thot sahabëve që domethënë kush është prej juve që ka marrë pjesë për herën e parë, pra jo të rinj që jemi këtu, që kanë nejtë në Medinë, ose jo mushrikët, jo këta munafikët, hipokritët që na kanë lënë gjysë rrugës e janë kthy, mirë po kush ka ardhur me mu në Uhud, kushdo prej juve që keni qenë me mu në Uhud, mund të vijë të shohim se të sigurohemi se a kanë shku ata në Mekë apo po mendojnë prapë me na sulmu. E subhanallahu shumë shpejt mbledhen 70 vullnetar dhe shkojnë pas pejgamberit alayhis salam. Është një hadith kur domethënë Aisha i thot djalit Urva ibn Zubairit, domethënë djalit të Esmës dhe Zubairit, i cili rrinte shumë me Aishën dhe është një prej transmetuesve të parë të siras edhe të haditheve tjera, sepse kishte teze Aishën dhe rrinte me të, domethënë pa pas nevojë domethënë për mbulesë Aisha, ose domethënë e kishte si djalë të motrës dhe e kishte mahrem. Dhe në një rast kur po i tregonte se ka thënë pejgamberi alayhis salam dhe ata janë kthyer, dhe ja tregoi domethënë se për këtë gjë është edhe ajeti kuranor, domethënë ku Allahu i ka lavdruar ta që janë kthy, të cilët edhe pasi i goditi plaga ju përgjigjen Allahut dhe të dërguarit, e për ata prej tyre që bën mirë dhe urojtën është një shpërblim i madh. Domethënë Allahu i përmend këta në Kur'an, të cilët pasi më ishin të lodhur, raskapitur, të plagosur
megjithatë prap shku me pejgamberin alayhis salam, Allah ju garanton një shpërblim të madh. Dhe kur Aisha po i tregonte Urwës për këtë gjë, i thot edhe dy baballarët e tu kanë qenë këto. Në kuptimin që edhe babai i Zubejri, po edhe gjyshi babai i nënës, Ebu Bekri, kanë qenë ata të cilët janë kthy me pejgamberin alayhis salam edhe pse të lodhur, të raskapitur, të plagosur, thehen, domethënë prap që të shohin se mos po vinë edhe po i sulmojnë. Prej atyre që më së shumti ishte për të kthyer ishte Ikrime. Ikrime është djali i Ebu Gjehlit. I thot duhet ne mu kthy edhe me hek qafe këtë kërcënim që e kemi ndaj neve përgjithmonë. Por Safani ibn Umeje, që ishte edhe ky prej atyre elitës, pra djali Umej ibn Halef, thot, o popull jem, mos e bëni këtë gjë, sepse ata tashmojnë me qenë edhe më të tërbume edhe më të zemrum, kur të shohin se çka ju kemi bë. Pra kishte fjalën për masakrimin e kufumave që kishin bërë, sidomos të Hamzës. Dhe thot mund me ndodhë që ata tash kanë edhe më shumë prej Hazrejve dhe Eusve, domethënë prej popullit të Medinës që ju ndihmojnë, edhe mandej mund me qenë në numër më të madh dhe mund u vërsul. Mirë po Ikrime prap se prap insistonte që me shku. Thoshte na kur gjë s'kemi arrit, kur far lavdi, as s'kemi arrit lavd që me këndu gratë, të cilat i kishim marrë në luftë, as që kemi arrit domethënë me qëllimin për cilin kemi ardhur. Pra qëllimin kanë ardhur me vrapë pejgamberin alayhis salam, i zhduk musliman përgjithmonë dhe me siguru udhëtimin e tyre ka Medina për me karavanet e tyre, domethënë për në Sham, dhe këto nuk i kishin arritur. Prandaj edhe mendojnë të kthehen. Mirë po, subhanallah, Allahu kur don e bën ndonjë shkaktar, e bën ndonjë sebeb që t'i ndalojë. Këtu vjen domethënë një personazh tjetër, një që quhet Mabed, i cili rastisht qëlloi në atë zonë dhe i pa Kurajsh. Ky ishte domethënë i një fisit krejt tjetër, mirë po kishte pa, ishte taku me pejgamberin alayhis salam në Medinë, kur e pa që po niset për Hamra, dhe shkoi domethënë dhe i shprehi ngushëllime pejgamberit alayhis salam. Mirë po ky askush nuk e dinte, domethënë ky ishte prej fisit Huzaj, mirë po Kurajshët e dinin si elitë, si njeri domethënë prish të fisit, mirë po nuk e dinin se ky ishte domethënë anonte ka pejgamberi alayhis salam edhe ka islam. Dhe Mabadi kur e takoi pejgamberin alayhis salam në Medinë i tha, kam dëgju çfarë të ka ndodhur ty edhe shokëve të tu. Dhe dije se nuk jam i kënaqur me këtë. Do të tjetër ta pësonte atë humbjen, domethënë edhe ti me kur fitore e ata me humb. Pra në këtë mënyrë domethënë ja ka preh atë animin e tij ka pejgamberi alayhis salam. Dhe kur u largu prej Medinës, hasi në grupin e mushrikëve. Dhe Ebu Sufjani e njeh me njëherë dhe i thot na trego se çush është gjendja atje në Medinë. Çush e ke lënë Muhamedit dhe shokët e tij. Dhe Mabadi domethënë fillon mi thon, sikur t'i kishe pa ata, janë tërbu nga zemrimi. Dhe jam bë gati të gjithë mi u luftu juve, dhe më bën në numër edhe më të madh, etj. Subhanallahu, ato çka i thoshte më herët Safani, domethënë në fjalë të tij që mos po na sulmojnë, tani të njëjtat fjalë po i thotë edhe ky. Dhe domethënë ju bëri shumë më të madhe se sa që ishte gjendja. Tha bile edhe daullet i kanë marrë që t'ju hakmiren për këtë që ju keni bë. I kanë premtu vetes se ata s'kan mu gëzum paqe derisa të marrin hak kundër juve. Atëherë ky Ebu Sufjani thotë çfarë po na këshillon ti si këshilltari joni, ai thot ju këshilloj
që të ikni aq shpejt sa mund të shkojnë kuajt e juj. Do të thënë, me shpejtësinë më të madhe që mundeni me ikë prej këtu, ikni. Dhe këta kur e pan dikë që është aq fisnik sa Mabadi, do të thënë që ndihej kaq i tmerruar, kjo bëri që ata të vendosin edhe të ikin ashtu siç i këshilloi Mabadi. Dhe pejgamberi alayhis salam në anën tjetër, do të thënë nuk e diti se kishte ndodhur kjo, sepse ky Mabadi e bëri këtë me dëshirën e tij, kështu që ai qëndroi pejgamberi alayhis salam me 70 sahabët 3 ditë në këtë vend në të cilin shkoi dhe pastaj domethënë tek u kthye në Medinë, domethënë qëndroi deri në domethënë si është rendi që të rrihet në vendin për të pritur se mos po sulmon armiku apo jo. A ishte betejë e Uhudit një fitore apo një humbje për muslimanët? Është e zakonshme kështu të thuhet se ishte një humbje, mirë po në fakt, edhe pse sa i përket numrit të vdekurve ka pas humbje, muslimanët me siguri, domethënë kanë qenë paktën 70 që kanë vdekur, ndërsa kurejshët 22. Megjithatë, ka shumë mënyra tjera për të parë se Uhudi nuk ka qenë humbje, përkundrazi ka qenë fitore. Cilat janë ato parametra që mund ta masim se a është fitore apo jo? E para, çka ka qenë qëllimi i muslimanëve këtu? Qëllimi i muslimanëve në luftën e Uhudit ka qenë me mbrojt Medinën. Sepse siç kemi shpjeguar në fillim të luftës së Uhudit, kemi thënë se qëllimi i mushrikëve ka qenë me shku me sulmu Medinën. Dhe këta, domethënë luftë u bë jashtë Medinës dhe domethënë përfundoi lufta dhe nuk u sulmu Medina. Domethënë muslimanët e arritën atë çka e deshën, pra është një arritje qëllimit për ta, për muslimanët. Tjetër, qëllimi i mushrikëve ka qenë që mi mposht muslimanët krejtësisht, muslimanët dhe islamin, që mos me pas mo heq problem me ta, domethënë mos me ekzistu musliman. A arritën këtë gjë? Nuk e arritën. Prandaj është humbje për mushrikët dhe është fitore për muslimanët që vazhdojnë të ekzistojnë, vazhdojnë të veprojnë, të jetojnë dhe nuk janë të mposhtur ashtu qysh kanë dashur mushrikët. E treta, zakonisht nëpër lufta po llogarit ke fillimi dhe fundi i luftës. Dhe nëse shohim fillimin dhe fundit, të dyjat kanë qenë në favor të muslimanëve. Domethënë, mesi është diçka tjetër, po fillimi dhe fundi, sipas disa strategëve apo ekspertëve të luftës, nëpër luftra të mëdha, domethënë është llogaritur ajo se kush ka qenë fitues. Ne siç e shpjeguam në fillim, jo besimtarët kanë filluar me ikë me të madhe, domethënë prej fush betejës. Tek pastaj kthehet Halid ibn Velidi me atë grupin e vet. Po në anën tjetër, në fund të luftës, prap ata largohen, domethënë dhe muslimanët besin aty në fush betejë. Kështu që edhe kjo është një argument që nuk ka qenë humbje e muslimanëve. Tjetër, muslimanët qëndruan 3 ditë në fush betejë, ndërsa mushrikët u larguan. Dhe kjo ishte një gjë tjetër, domethënë që matej, ata që qëndrojnë dhe presin, llogaritën si fitues. Nëse shikojmë numrin e të vdekurve në Uhud, me të vërtet është më i madh se sa i muslimanëve se sa i Kurejshëve. Mirë po, ashtu siç tha edhe Omeri, përfundimi i të vdekurve të muslimanëve është në xhenet. Prandaj nuk llogaritet humbje. Shahid, domethënë një nam i madh, një arritje e madhe, një nder i madh me ra shahid. Ndërsa ata vdeqën si jo besimtar,
kështu që edhe në këtë aspekt nuk kanë mundur t'ja kalojnë. Tjetër, qëllimi i armikut ishte me hap rrugën e tregtisë për në Sham. Do thënë, fillimisht, kur kemi thënë se kur filluan më organizu që me shku me luftu, ishin dy arsye. Një ishte hakmarrja dhe e dyta ishte që tani nuk po mund të shkonin në Sham. Domethënë te Damasku, te Siria, sot me ku e bënin zakonisht atë tregtim për karavane, domethënë që ishte jetike se ata kryesisht kurejshët me tregtim mirëshin, ishte jetike për ekzistencën e tyre dhe arritën këtë gjë, jo. Domethënë muslimanët prapë mbetën në Medine dhe këta nuk e hapën rrugën që menduan. Domethënë prapë humbje për jo besimtarët dhe fitore për besimtarët. Ibnul Kaimi thot, nga vetë fjalët e Ikrimës, nuk kemi bë asgjë që të arrihet lavdi akoma, kuptohet se as mushrikët se kanë konsideru si fitore. Me thënë, mund me thonë sa dush se ju kemi vrarë më shumë vetë, mirë po, të gjitha këto gjëra kuptohen se nuk është arritur as një prej qëllimeve që i kanë pasur. Prandaj edhe nuk është, domethënë, nuk llogaritet se kanë fituar. Në kjo tregon qartë se betejë e Uhudit për muslimanë pa dyshim nuk ka qenë një humbje. Ndoshta nuk ishte fitore e pastërt edhe në numrin e të vdekurve krejt, mirë po muslimanët, domethënë, arritën që t'i mbrojnë disa gjëra, ndërsa kurejshët nuk fituan asnjë pjesë të vogël të asaj që dëshiruan me arrit me këtë luftë përveç që vranë, domethënë muslimanët. Sa i përket numrit të vrarëve në Uhud, si argument mirët edhe ky ajeti kuranor thotë Allah kur juve u goditi një dështim në Uhud e që ju i patë dhënë atë dy fish armikut në Bedër, thatë, prej nga kjo thuaj, ajo është nga vetë ju, s'ka dyshim se Allah është i plot fuqishëm për çdo sen. Kjo çështja që është përmendër ju pa dhënë atë dy fish. Domethënë kuptohet se në luftën e Bedrit kanë qenë 70 prej jo besimtarëve të vrarë dhe 70 kanë qenë robër të luftës. Pra 140 dhe nga kjo kuptohet që dy fishi është në Bedër që ju e keni arrit, domethënë këta e kanë arrit tash një fish në asaj dhe është 70. Me këtë domethënë argumentojnë dietarë se është 70 muslimanë të vdekur. Cilat janë mësimet nga Uhudi? Padyshim se janë shumë mësime nga Uhudi, ashtu siç po marrim mësim edhe nga çdo ngjarje në sira, por këto padyshim janë urtësi prej urtësive të Allahut që ka dashur të mbeten për të gjitha gjeneratat deri në ditën e gjykimit me këto ndodhi në jetën e pejgamberit alayhis salam. Mësimi i parë është ndarja. Domethënë ndarja e kujt? Ndarja e besimtarëve nga munafiqët. Në Bedër, Allahu e ndahu besimtarin nga kafiri, besimtarin nga jo besimtari. Siç është thënë domethënë në surën Enfal, që të dalloj Allahu të keqin nga i mirë dhe që të vë të këqinët njëri mbi tjetrin, t'i bëj grumbull të gjithë e t'i hedhë në. Pra, qëllimi në Bedër ka qenë në njërën anë besimtarët, Gjibrili, melekët dhe në anën tjetër Iblisi, kurejshët, domethënë mushrikët, jo besimtarët, domethënë ndahen kush është me Allahun dhe kush është kundër fesë së Allahut. Ndërsa në luftën e Uhudit dallohen besimtarët prej, domethënë munafiqët që janë në mesin e besimtarëve do të dallohen. Pse? Kur kemi thënë atje në ligjëratën e parë se pasi që armatosën dhe nisën në luftë me domethënë pejgamberin alayhis salam, ende pa dalë prej Medinës, 300 prej tyre largohen dhe thonë, jo, s'po vim dhe më vonë këtë arsyetojnë, kishim ditë që ka me pas për një me luftë
ish i marrë, por menduam që s'ka. Dhe Allah për këtë gjë thot Allah nuk është që t'i le besimtarët ashtu siç jeni pa dalluar të keqin nga i mirë. Domethënë është fjala që janë ndo jo besimtarët prej janë ndo domethënë munafikët që vetëm janë paraqitë si besimtar, janë ndo nga besimtarët. Mësimi i dytë, Allahu ndihmon kur ka sinqeritet dhe kur ka unitet, kur ka bashkim, kur janë të bashkuar muslimanët. Në surën Ali Imran, në ajetin 152, pra vërini ajetet për luftën e Uhudit janë kryesisht te surja Alimi. Në këtë ajet thot Allahu subhanahu wa taala, Allahu përmbushi premtimin e vet ndaj jush, nga se me vullnetin e tij i korrët ata me shpata deri kur u dobësuat dhe u përqat ndërmjet vete. Pra për shumë pjesën e parë të luftës, kur filluat jo me fitu, deri kur u dobësut në aspektin e imanit, domethënë u përqat ndërmjet vete për çështjen e vendit, që u pat caktuar pejgamberi alayhis salam. Pra thamë se krejt kjo shkaktu për shkak se shigjetarët nuk ndajtën, nuk ju bindën pejgamberit alayhis salam me nejt deri në fund. Pra ta arsyetuan këtë gjë se mendon që u përfundoi lufta, mirë po kjo ishte një mësim që kur i thot pejgamberi alayhis salam, sikur edhe që vinte vdekja, duhet të qëndron në atë vend, sepse Allah nuk do të jep pastaj domethënë bereqet. Dhe vazhdon ajeti kuranor, thot Allah u përqat ndërmjet vete në çështjen e vendit dhe pasi vrejtet atë që e dëshironit, pra prejën e luftës, e atëherë kundërshtuat urdhrin e pejgamberit alayhis salam. Është pjesë e rëndë ky ajet kuranor, domethënë që faktikisht nuk ju bindet pejgamberit alayhis salam, po thuhet në këtë ajet kuranor, domethënë është një gjë e rëndë. Pati prej jush që e deshën këtë jetë, pra ngutën pas presë e luftës, e pati prej jush që e deshën botën tjetër. Pastaj për t'ju sprovuar u zbrapsi juve nga ata. Po, Allahu u fali juve, Allahu është dhëruesi i madh ndaj besimtarëve. Subhanallahu, ky ajet e tregon shkakun se kjo humbje në këtë botë, pra lufta e Uhudit dhe këto humbje që i psuan në numër, është shkak se besimtarët janë dhënë pas presë luftës dhe kanë kundërshtuar pejgamberin alayhis salam. Mirë po brenda ajetit të njëjtë, Allahu po tregon se kjo ka qenë sprovë dhe po tregon se Allahu ju fali juve. Qëllimi ishte që ju të sprovonin këtë botë, ndërsa të kurseheni prej dënimit botën tjetër. Pra me këtë ju të merrni një mësim që nuk duhet të largoheni prej urdhrave të pejgamberit alayhis salam dhe t'ju jepni mësim krejt gjeneratave tjera se nuk është ndihma e Allahut aty ku braktisët suneti, aty ku braktisët urdhri i pejgamberit alayhis salam. Pra shikoni se çfarë mësimi të mirë na dha Allahu subhanahu wa taala me luftën e Uhudit. Pra Allahu kishte mundur që prap edhe pse Halid ibn Velidi kthehet që t'i mbrojë muslimanët, mos të preken ata, edhe pse kanë lënë vendin, po Allahu deshi që kështu të ndodh prej mëshirës së tij për neve, me kuptu se çfarë pasoja ka nga një veprim i tij. Dhe të jetë kjo kur gjë, domethënë kush e di çfarë ligjërata me na pas majt pejgamberi alayhis salam për këtë gjë. Kush e di çfarë hadithe me na thënë, nuk na kishte japur mësimin më mirë se sa këtë që po e shohim domethënë nga kjo histori që ata domethënë u larguan prej vendit, nuk e zbatuan deri në fund urdhrin e Allahut dhe erdhi humbja në betejë. Kjo është realiteti edhe është ligji i Allahut është në këtë mënyrë. Por subhanallah, në të njëjtin ajet kuranor edhe me të garantua Allahu se jeni kjo është me të vërtetë siç thotë Allah është dhëruesi i madh ndaj besimtarëve. Domethënë ka pasur më vonë që i kanë akuzuar dikush, domethënë muslimanët që ju keni qenë ata që keni ikur dhe ju kanë thënë a se keni lexuar ajetin kuranor? Allah po thotë që ju jeni ata që ju kanë fal.
Kështu që kush jeni ju me na akuzu për një gjë që Allahu na ka falë. Subhanallah. Pra, shikoni edhe këtu një kontrast mes luftës së Bedrit, nga dishmërisë së sahabëve që mi qëndrua afër pejgamberit alayhis salam, edhe kjo është një mësim, dhe munafikëve që e lanë, pra këta që ishin në pra shigjetarët asnjëherë nuk janë emërtuar si munafik. Pra shikoni dhe Allahu i qunë besimtar. Është rrusi i madh ndaj besimtarëve. Ishin besimtarë që shkuan pas presë luftës edhe psuan atë që psuan, edhe domethënë për këtë kanë marrë mësim. Mirë po, munafik janë ata të cilët e kanë lënë në gjysë të rrugës pejgamberin alayhis salam. Një kohë që kishte nevojë shumë, pra 80% e ushtrisë largohet, 300 vetë largohen dhe lënë domethënë në një moment kritik kur e dinte se janë 3000 vetë duke ardhur. Prandaj është dallim shumë i madh, është kontrast shumë i madh. Pse? Në luftën e Bedrit, kur pejgamberi alayhis salam dëshironte mendimin e ensarëve se a do të vinë, a do ta përkrahin atë me shkuën këtë luftë, çka i tha Sa'd ibn Mu'adh? Tha, i dërguari i Allahut, edhe nëse ecë mbi det, mbi oqean, edhe ne kemi me ecë mbi det, s'kemi me të lënë vetë. Me thënë, kush e di çfarë rreziku ti me marr, ne kemi qenë pas teje. Ndërsa në Abdullah ibn Ubay, kryetari i munafikëve, i thot se jo, s'po vim se pse ke vendos me dalë jashtë Medinës, nuk po vim. Ndërsa pastaj thonë sikur dishim që ka me pas tutje kishim ardhur, kishim ndihmu, mendum që s'ka me pas. Domethënë arsyetimi i hipokritëve, arsyetimi munafikëve. Pra kjo është një mësim tjetër. Gjithashtu mësim është se duhet të kuptojmë një gjë, se Allahu subhanahu wa taala është i vetmi i cili vendos kë ka me fal edhe kë ka me dënu. Nëse ju kujtohet që shpjeguam, domethënë te rasti kur pejgamberi alayhis salam kur u plagos, tha si mendon ky popull që ka mu fal prej Allahut kur këta e plagosin pejgamberin që është dërguar te ta. Dhe zbritja ajeti kuranor ku Allahu i thot pejgamberit alayhis salam nuk të takon asgjë rreth çështjes se a do t'u pranoj ai pendimin apo do t'i dënoj ata. Në të vërtetë ata janë zullumçar. Ata janë të padrejtë. Mirë po, nuk është vendim i pejgamberit të Zotit, edhe pse është i zgjedhur i Allahut, megjithatë kjo është e drejtë ekskluzive vetëm për Allahun subhanahu wa taala, kë ka me fali dhe kë ka me dënu. Subhanallah, çfarë mësimi i madh këtu për neve. Sa njeri e merr guximin e thot për tjetër kanë se ata kanë me shku në xhehenem, ata ka mi dënu Allahu, e kështu domethënë me radhë. Pra shikoni në mes të betejës, ata po dihet dhe Allahu vetë po dëshmon që janë zullumçar, domethënë janë pa drejt çka po bëjnë. Pra vetë ky përfundimi i ajetit, në të vërtetë ata janë zullumçar, po tregon Allahu se po bëjnë padrejtësi shumë të madhe që të dërguarin e Allahut, që Allahu ju ka dërguar për të mirën e tyre, që asgjë s'po ju bën, vetëm po i thret me besu një të vetmin Zot, dhe këta të dërguarin, të zgjedhurin e Allahut po e gjuajnë edhe po e plagosin. Allahu po tregon që janë domethënë janë të padrejtë, janë zullumçar në këtë çfarë po bëjnë. Përkundër kësaj, çështja se a ka mi fal, a ka mi dënu në tutje, është çështje që i takon vetëm Allahut. Pra nuk guxojmë ne kur pejgamberi alayhis salam kur ati ju ka tërheq vërejtja në këtë mënyrë, e kush jemi ne me thënë për t'i ka diçka. Dhe me të vërtetë, nëse shohim këta kryesorët, prisit kryesorë, Quraysh, që kanë qenë në këtë luftë, të gjithë udhëzohen kur çlirohet Mekka. Ikrime, djali e Ebu Gjehlit, Halid ibn Velidi, pra udhëzohet. Ebu Sufjani udhëzohet. Të gjithë
Safan ibn Umeje, që e përmendi më herët, edhe ai bëhet musliman. Domethënë, vdiqën duke qenë besimtar. Pra, Allahu është ai i cili i ndryshon zemrat dhe vetëm atij takon e drejta ekskluzive me fal apo me dënu dikën. Mos flasim për Halid ibn Velidi i cili shkaktoi këtë kaos që bëhet shpata e Allahut. Domethënë këtë ofiqja e pejgamberit alayhis salam, shpata e Allahut sepse ai ju solli shumë fitore muslimanëve më vonë. Pra është mësim shumë i madh sepse vetë të kuptojmë se vetëm Allah vendos ka me fal apo ka me dënu. Mësimi tjetër, fitoria nuk mund të arrihet vetëm se je musliman. Fitoria don mund, don sinqeritet, don mbështetje te Allahu, don pasim të sunetit, don vështirësi. Çdo njeri në këtë botë ka me pas prova, ka me pas vështirësi. Pra, Allahu ndonjëherë me disa vështirësi, me disa sprova që na dërgon, dëshiron me na ngrit. Ndoshta një humbje, një vështirësi, një vujtje, një dhimbje, një durim është shkaktar që me na çu në xhenet. Pra nuk do me thënë që vetëm një muslimane që me pas gjithmonë. Pra këtë mësim po na jep qysh kur është pejgamberi alayhis salam gjallë. Prandaj edhe sot e kësaj dite, gjithë ata që bëjnë pyetje qysh për musliman e po hekin kështu, e po bëjnë kështu, ta dini që ka hekur edhe pejgamberi alayhis salam me gjithë sahabët që janë gjenerata më e mirë që ka ecë ndonjëherë në tokë. Prandaj është ligj i testimit në këtë botë subhanallahu. Dhe duhet ta pranojmë si të tillë dhe duhet të kalojmë me durim në ato çka na dërgon Allahu në këtë botë. Një mësim tjetër është se Muhamedi alayhis salam është qenie njerëzore. Pra në shumë raste në sira vërtetohet domethënë kjo çështje. Dhe kjo është një argument i fortë për të gjithë ata që kanë tendenca me ngrit në diçka mbi natyrore pejgamberin e Zotit, apo qenie tjera. Domethënë, ka sekte të ndryshme edhe në mesin e muslimanëve që disa njerëz i bëjnë të shenjtë, të pa, domethënë të pa arritshëm për me ju bë ndonjë dëm, këtyre s'ju bëhet asgjë, se këta janë në mbrojtjen e Allahut, këta janë prisa etj. Kur Muhamedi alayhis salam, më i dashuri i Allahut, është plagos, ka luftu, domethënë ju ka thyr dhëmbe, ju ka shkry nofulla në luftë, Allahu ka dashur me na tregu se njerëzit janë njerëz, domethënë janë qenie njerëzore dhe nuk duhet të ngritëm mbi atë çfarë janë. Domethënë pejgamberët e Zotit janë më të zgjedhurit prej njerëzve, janë më të dashurit tek Allahu prej njerëzve. Allahu ju ka mundsuar shumë mrekulli, shumë mucize, po në anën tjetër edhe disa frekuenca të jetës së tyre tregojnë që janë njerëz, pra mos mi ngrit mi bë zota, Allahu na ruaj. Siç pretendojnë disa grupe të devijuar. Dhe mësimi, përfitimi i fundit që do ta përmendim, dhe me këtë të përfundojmë, është që nga lufta e Uhudit mësuam se janë dy shkaqe që vjen nën çmimi edhe humbi. Një, mosbindja dhe dy, dashuria për dynjë. Mosbindja dhe dashuria për dynjë. Prandaj gjithë ata që dëshirojnë mos me qenë të nënçmu, mos me humb luftën, mos me humb betejën, le të shohin se si janë në raport me këto dy gjëra. Do thënë, kjo lufta e Uhudit më së miri na dha mësim për këtë gjë. Në anën tjetër, pra kuptojmë se Allahu është dhurues i besimtarëve, ashtu siç ishte ajeti më herët që përmendëm, se Allahu i fal besimtarët
mund të ju jep një humbje për t'ju dhënë mësim, mirë po Allah është me besimtarët dhe sa herë ata i drejtohen për falje dhe Allah e di qëllimin e tyre pse domethënë kanë shkuar në luftë të tjera dhe ju fal këto gabimet që i kemi si njerëz që jemi qenë e dobët, domethënë kur e kemi imanin si duhet. Në një hadith i cili është në Sahihun e Buhariut, Ukba ibn Amr radiallahu anhu thot se 8 vjet pas betejës së Uhudit, që i bje viti kur pejgamberi alayhis salam ka me vdeksh atë vjet. Tregon se pejgamberi alayhis salam thot e bëri një dua të veçantë për vdekurit e Uhudit, sikur po jepte lem të mirën. Me thënë ishte një dua shumë emocionale. Dhe pastaj thot qëndroi në minber dhe tha: unë do të jem ai që do t'ju preste haudi im. Haudi im është, domethënë, burimi i pejgamberit alayhis salam. Pra ju thot sahabëve, të cilët ishin gjallë, se ai do t'jetë te haudi për t'i takuar atë. Që kjo është edhe një shenjë apo një lajmërim se po shkon ka largimi prej kësaj bote pejgamberi alayhis salam. Pra në vitin e 8 bëri shumë dua për ata që ishin, sepse ishte para vdekjes dhe domethënë e shfrytëzonte rastin para se me vdek me bë dua për ta, ndërsa për ta që ishin të gjallë ju thot se kam ju prit te haudi im, te burimi im, dhe unë do të dëshmoj para Allahut subhanahu wa taala në lidhje me ju, më takoni te haudi, takohemi atje. Allahu na mundsof që të takohemi tek haudi, tek burimi i pejgamberit alayhis salam dhe të pijmë prej tij dhe ta meritojmë shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mirësimin e tij tek Allahu dhe të jemi me të inshallah në xhennet. Dhe në fund fare në këtë hadith përmendet edhe një porosi e pejgamberit alayhis salam për krejt umetin, sepse ai thot: unë nuk jam i shqetësuar që ju do të bijeni në shirk pas meje. Po jam i shqetësuar që pasi të vdes, kjo dynja do të hapet për ju dhe ju do të konkurroni me njëri tjetrin që të përpiqeni të përfitoni sa më shumë. Subhanallah, pra, kjo që përmendim më herët, dy shkaqet në çmimit janë mosbindja dhe dashuria për dynja. Kjo ishte edhe frika e pejgamberit alayhis salam në këtë ligjërim të tij në minber, pra para se të vdeste. Nuk është e ndaluar në islam që njeriu të pasurohet, që njeriu të fitoj, mirë po, t'ja jap zemrën e vet dynjas, kjo është domethënë gjë e rrezikshme, sepse me të vjen edhe nënçmimi edhe vjen humbja, sepse besimtari duhet ta shfrytëzoj dynjan dhe jo dynjaja ta shfrytëzoj atë. Domethënë kur them ta shfrytëzoj, me të mirat që Allah i ka dhënë dynja, qoftë pasuri, qoftë shëndet, qoftë kohë e tjera, ta fitoj ahiretin. Pra ta shfrytëzoj dynjan për ta fituar ahiretin. Dhe jo ta konsumoj veten krejt duke vrapuar pas dynjas, sepse dynjan asnjëherë s'un ta zëj, dhe në anën tjetër me këtë e humb edhe ahiretin. Pra mësime shumë të dobishme prej luftës së Uhudit ishin këto. Motra e dashura, lutem Allahun që t'ju shpërblej në xhenetin Firdaus për pjesëmarrjen në këtë ligjërat dhe lutem Allahun që të jetë e dobishme, duke filluar nga dobia e pjesëmarrjes që të dalim prej kësaj ligjërate vetëm se të falura prej Allahut, ashtu si ka ardhur në hadith, dhe të përfitojmë duke marrë mësim nga të gjitha këto gjëra që i përmendëm. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammad.